Rreshjet e dendura të shiut që përfshin jugun e vendit gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje dhe probleme në qytetin e Himarës. Situata më problematike është shënuar në shënditoren e Spiles, ku një pjesë e saj është përmbytur si pasojë e prurjeve të larta të ujrave që vijnë nga zona kodrinore përreth qytetit. Ujrat e shiut kanë kaluar përmes kanalit kullues, i cili nuk ka mundur të përballojë volumin e madh të prurjeve. Si pasojë, uji ka dalë nga shtrati i kanalit dhe është përhapur mbi shënditore, duke përmbytur një segment të konsiderueshëm të saj dhe duke krijuar vështirësi për qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Problemet janë shkaktuar edhe në pjesë të tjera të qytetit. Proji që kalon në mes të Himarës ka dalë nga shtrati për shkak të rreshjeve intensive dhe të pandërprera, duke përmbytur disa zona dhe duke shkaktuar vështirësi në lëvizjen e banorëve. Por përmbytjeve nuk i ka shpëtuar as Komisariati i Policisë i Himarës. Në katin e parë të këtij institucioni janë regjistruar prani të ujit, ndërkohë që efektivët e policisë kanë ndryrë më njëherë për të minimizuar dëmet. Pajisjet dhe materialet janë ngritur nga toka për të shmangur dëmtimin e tyre, ndërsa shërbimet kanë vijuar normalisht pavarësisht kushteve të vështira. Bashkia e Himarës po monitoron nga afër këtë situatë, ndërsa u bën thirrje banorëve të tregojnë kujdes, veçanërisht në zonat pranë projit dhe kanaleve kulluese. Ashtu, autoritetet vendore dhe ndërmarrja e shërbimeve publike të Bashkisë së Himarës ka qenë në terren për monitorimin dhe normalizimin e kësaj situate. Rreshjet e shiut ishin me intensitet të lartë dhe të vazhdueshme, çka e bën situatën problematike nëse do të vijojnë rreshjet në orët në vijim. Gjithsesi, situata vijon të jetë në vëzhgimin e autoriteteve, të cilat do të ndryhen nëse do të ketë problematika edhe në orët në vijim nga rreshjet me intensitet.